Tani kjo është familja juaj prindrit? Mos gaboj? Këtu po. Këtu aty me Ripa, me Ripa jam unë aty, me moshën 6 vjeç. Me Ripa? Ja, me Ripa aty kam. Pas ke qenë keq, doktor? Ha? Nuk pas ke qenë dhe aq keq, me Ripa në atë kohë. Qa viti bie ty? Shiko, aty isha 6 vjeç. Viti bie 1900? 43. 43, ja? Po, ka qenë një periudhë kur ai vllai i mas kishte aparat fotografie, se rinte në Korçë. Në atë kohë? Vazhdoi studimet ai, edhe ikte, jeri me lejë në shtëpi, edhe tashtiti është duke ikur për në Korçë. Edhe babai, aty ai me Republikë. Si quhej babai? Babai me Republikë. Si quhej babai? Durra Lushani. Po? Durra Lushani, ai ka qenë gjithmonë punonte jashtë Gjerpsit, domethënë për qytetin, për ashtu ishte shumë i kulturuar, shumë i edukuar, arsimdash si madh, domethënë fëmijët donte të arsimonte. Po të regoj një rast për vetën time, kur isha atje Marova filloren, erdi a i shefi shtesësi, se duam infermierësa për Gjerpsin. Edhe takoj plakun. Edhe erdi i shpim të mo të shpesh për infermierë. Nuk do të nëna ime. Jo, është, të të mbajmë djali në shpi. A i ngulli kem, edhe a i më ka quar pas ati në Vlorë. Nëna, si quaj nëna? Aty jemi duke për cilë, aty ishte motra ime, këtu është vëllai. Mamaja, si quaj mamaja ju? Mamaja. Ajo atje është mamaja? Mamaja atje. Si quaj? Ajo është Nekja Lushani. Neke Flamure, është në fisi Flamure, brenda në Gjerbës. Në Gjerbës, Në Gjerbës. Aty jam nipur, në Gjerbës. Po mirë, po gruan nga e ke marrë? Ajo është... Gruan nga e ke marrë, Teta Liria nga është? Gruan time? Po. Në Gradeci? Në Gradeci? Gradeci. Po, dhe kjo është motra? Aty është, jo, është gruaja e Xhaxhajt. Se s'duket se... Gruaja e Xhaxhajt me gjithë djalin e mas aty që është... s'duket. Po, foto tjetër. Këtu. Doktor, këtu jep... Këtu ka dalë para spitalit. Jo, së spitali. Ky është komiteti partisë. Nuk e ditë është. është komiteti partisë? Po, se komiteti partisë. Po, dakord. Këtu kam dalë të komiteti partisë. Aty ishte ai parku, ai Lulishti, aty të Rizacerova, edhe ishi këto. Ju ishit komunist? Ishit komunist? Komunist, ishit ju, bët komunist? Komunist, unë? Po. Jo. Asnjëherë? Po pse s'të bën komunist? Para e tregojnë çik histori. Është janë ca gjëra që janë individuale, janë personale. Nuk kisha qef të fusha në politike, në për podiume, në për mbledhje, në për ashtu, sikur nuk i kisha qef. Kisha qef vetëm profesionin. Vetëm profesionin... Nuk të thana ta në njëherë që... Më kanë propozuar. Më kanë propozuar. Qa u theti? Më propozoj ai sekretari parë, se ishe në Potom unë atëre, në Potom bëra një punë jashtëzakonisht të madhe. Jeta spitalin demode kur vajta, pa bluza, pa gjë, pa ashtu, asnjë infrastrukturë. E kompletova të gjithë edhe u çudita erdhi bëri vizitë edhe u çudit sa se bëri punë sa të mrekullueshme. Edhe shkruajti në librin atje të përshtypjes atje edhe pastaj më tha mua do të pranojnë partisa. Si bëra shamatur, ai pastaj nuk e di, më transferoi pastaj nga Potomi më çojnë drejtorinë e shtetit publik, epidemiolog. Po? Dimë spjeg epidemiolog. Edhe punova atje, nuk ashtu pastaj, nuk e vazhdova atë propozimin, edhe të isha pranuar. Okej, foto tjetër? Këtu kam qenë në Potom. Në Potom. Ishte ndihmë smjek? Ndihmë smjek në Potom. Po lëvizje me kal? Ndihmë smjek në Potom. Lëvizje me kal? Me kal lëvizje? Se këtu me kal? Aty ishte kali e kishte ai kryetari bashkisë. Bashkia që lokalitet që ushin atëherë. Lokalitet. Këto mbanin ata për punë për ashtu edhe kur kishin nevojë jepnin edhe vetë ai vinte fshata edhe ma dha mua. Ishte një fest këtu, në qafën e martës. Ishte formuar një qetë partizane, përkujtimore dhe më dha kalin ai kryetari ishte njeri shumë i mirë. Edhe me këtë kalin aty kanë bërë një qafën e martës. Po ti ngjan si luftëtar aty, ngjan si doktor. Ti janë si luftëtar aty hipur në kal. Ti janë si Skënderbeu aty. Foto tjetër. Këtu janë Çorovod? Këtu kanë dalë Çorovod, aty ka qenë spitali, se janë bërë, u bë një spital në Çorovod, ishte i vogël ai. Ku ka qenë spitali? U bë aty te kishte ajo shtëpia private, aty ka qenë shtëpi private një kaçe, tek kinemaja. Është bërë spitali i parë. Kinemaja e vjetër? Kinemaja e vjetër. Kinemaja e vjetër, materniteti e ke fjalë. Aty pastaj u bë maternitet ajo. Ajo ku din u bë maternitet. Ishte spital, pastaj u bë spitali i ri, mori materniteti, u bë maternitet. Aty kam dalë para atij, ishte një ambient aty, domethënë.
Kam qenë në vitin 1964. 64 këtu? 64. Po pas është me pamje ajo ndesh Kalaja. Po. Kalaja ajo. Bravo, sfond. Po, foto tjetër? Këtu ku jeni? Këtu jam një sesion shkencor kemi bërë aty në Tiranë, ishte shoqata e mjekëve okulistëve, herë mbas here bëmi me ato sesione shkencore, takoheshim aty, bëmi mbledhje. Edhe aty kam qenë në atë sallë, aty kam dalë. Okej, foto tjetër? Çorovoda. Çfarë ishte ky qytet? Doktor, çfarë ishte ky qytet? Ani ti je nga ata që Çorovoda shikoj. Na e thuaj. Tregoj një studi, domethënë se unë kam filluar herët sa thash në 52-shin. 52-shin Çorovoda ishte zero, nuk kishte as pallate, as rruga, as gjë. Kishte vetëm një mulli atje në cepin asaj të rrugës së Osumit. Edhe sigurisht që ndajsh aty me atë pruan që mbaronte në Osum. Aty tash ti Çorovoda kishte një prokurori atje, një polici. Kishte edhe një zyrë të vogël si qeveri që vash në Berati që në prefekturë. Në prefekturë, po. Pastaj në 63-64 filluan ato transformimet e mëdha. Filluan u bën këto pallatet, u bën komiteti ekzekutiv. Ajo atje është spitali. Ë? Spitali atje. Po, spitali. Po pse me 2 godina spitali? Pse 2 godina atje? 2 godina ka spitali? Spitali ka 2 godina, doktor? Po. Po dhe godina e parë çfarë është? Godina e parë është ajo aty. Po jo çfarë kishte godina e parë apo godina e parë? Godina aty është ajo e madhja. Godina e parë ka qenë 3 kate ka qenë ajo. Edhe u bë maternitet, u bë shkollë spitali lart pasi. Jo, materniteti është poshtë, doktor. Materniteti është më poshtë. Ajo lart atje duhet të qenë ajo pjesa e lidhur me ata. Po. Okej, po si ishte ky qytet? Jam bërë shumë si ishte ky qytet? Si ishte jeta në qytet, doktor? Po jeta në qytet ishte normale. Normale ka qenë jeta. Nuk ishte, domethënë, në atë kohë, nuk ishte strese, nuk ishte ajeri në atë kohë ishte ngarkuar qeveria, nuk ishte ngarkuar individi, sepse qeveria të jepte punën, të jepte shkollën, të jepte, domethënë, të gjitha ato shtëpinë etj. Edhe në ana psikologjike ishte normal, mirë domethënë, i qetë. Kurse ana ekonomike sigurisht ka qenë që jo e mirë. Rrogat ishin të vogla, ishte shumë me kursime, më shumë mezi kalojnë ato muaj, domethënë. Ndryshonte jeta e banorëve të Çorovodës me jetën e banorëve të Tiranës? Sigurisht ndryshonte. Tirana ishte prallore në atë kohë, Tirana ishte pastër, ishte qytet i vogël, qytet me të tëra infrastrukturën edhe ato. Po arriti që Çorovoda u bë gati si Tirana në kuptimin e infrastrukturës. Infrastruktura që tamam se Tirana. Me pallate, me asfalt, rrugë me asfalte, me parqe, me lulishte, me kinema, me si Tirana jo, po një qytet, po themi një qytet mesatar. Një qytet normal, me të gjitha ato infrastrukturën e kohës. Të merr malli për Çorovodën? Po sigurisht, të merr malli. Shkon? Po. Shkon shpesh? Po. I ke shtëpi atje apo i ke shitur? Jo, i shita shtëpi. I shitë, a vëre, kemi shitur shtëpi. S'kemi lënë asgjë, kemi shitur shtëpi. Foto tjetër. Ja, Çorovoda 1950, asgjë. Bravo, asgjë. Ajo e Çorovoda, ajo. Lumi Osum dhe Lumi Guak bashkohen 2 lumej në një qytet, s'ka asnjë qytet tjetër. Unë kam shkruar në libër Çorovoda e parë dhe Çorovoda qyteti i ri. Kam shkruar në libër. Po, ne i kam vënë. Edhe ajo, Çorovodën e parë kam përshkruar të tërë domethënë. Çorovoda është një grop e rrethuar me male dhe me pyje plot, ndahet në një përruaj që mbarimin Osum e ka, aty në një cep ka një mulli, aty është një kamarier që e quajnë Veli, bën kafe dhe raki, vjen e ulën djem edhe të rinj, edhe bisedojnë, që do t'jetë një Shqipëri? Aty përballë është një prokurori, aty më poshtë është një polici, aty është një zyrë, qeveri, që varet nga Berati ka varësi. Kjo është Çorovoda e parë. Më kënaqem me këto. Po tani mi trego, nën prefektura ka qenë ajo atje lart? Nën prefektura.
Ka qenë lart? Po. Ajo atje? Atje. Edukacja? Atje. Tani këtu, kush janë këto? Është godina e madhe, është e naçave. Tu është ajo aty ku ka qenë aty ka qenë ato ça plepa që ka qenë aty në qendër, aty në fund, të bërë komiteti ekzekutiv tash ti. Po, aty dhe shtëpia e naçave. Bravo, në shtëpia e naçave. Tani ura kur u bë ura? Ura kur u bë? Kur u ndërtua ura? Çfarë viti u bë? Po. Është bërë shpejt, ura është bërë shpejt. Çfarë viti? Është bërë para 60-s. Në 58 ashtu. 58, se tu s'ka urë. Po si kalonin njerëzit andaj? Me çka kalonin njerëzit më thon? Si kalonin njerëzit më thon? Si kalonin andaj i binin andaj. Dhe elementi mirë rëndësishëm te kjo foto, dikush është këtu një gomar këtu, doktor. Nëse këtu është një gomar këtu, doktor. Dhe këtu bëj qyteti, shumë e bukur. Foto tjetër. Ja, kjo është një foto viteve 60. Sa po ndërtoi? Po, 60. Krye arkitekti i Tiranës, ai që bëri planin urbanistik të Tiranës, Sokrat Mosko, ai ka bërë dhe planin urbanistik të Çorovodës, doktor. Këtë plan dhe i ndihmuar her pas here dhe nga Krisaq Rama, babai i kryeministit Edi Rama. Ka ardhur kush e di sa herë Krisaq Rama aty. Po Krisaq Sokrat Mosko ka ndendur 6 muaj ka jetuar në Çorovod dhe ka bërë planin e qytetit. Ja, asgjë, ja këto godina kështu. Asgjë. Do të as shkollas, tani aty as spitali atje nuk ka. Ky është mal, doktor. Si u bë qytet ky? Po. Mban mendoj nga këto godinat? Po, tash ajo është rruga që ikën atje lart, atje janë pallatet. Ka qenë kështu ajo, jo me zigzag, ëh? Po, është qendra këtu besoj. Po, ai është lapidari. Është mapu. Jo, ai është hoteli, doktor, ai është hoteli. Po, hoteli. Edhe lapidari. Lapidari aty. Pa u ndërtuar pallatet e tjera, doktor. Foto tjetër. Ajo lart ka qenë kati 5 e kanë patur. Ja aty janë kullat, aty. Po pra, këtu pastaj është 1171, janë ndërtesat e reja, pallatet e reja, që u quajt kullat e bardha. Po. Sheshi qendror i qytetit. Hoteli kishte qenë, kinemaja, pallati i kulturës. Ja këto janë. Para çlirimit Çorovada nuk kishte as rrugë automobilistike, sot ajo ka marrë pamjen e një qyteti që jeton me ritmin e gjithë Shqipërisë. Është dicitura. Okej, foto tjetër. Rruga automobilistike është bërë herët, është bërë, domethënë, mbas lirimit e ka bërë ushtria, me inxhinier, me ushtar. Enver Hoxha në Çorovod. Ke qenë këtu te ky mitingu? Çorovod, po më kujtohet shumë mirë. Ke qenë? E kemi pritur pas se të shkojë. Te ura aty ka kaluar, unë kaloja kështu e kalova kështu. Me dorë shkoj te vilat, jam bërë një blok vilash atje. Sigurisht edhe për paqe, po ndoshta jam bërë edhe për kohë, domethënë. Jo ndoshta po për kohë lufte ishin ato, se vetëm një herë fjetën Enveri aty, një natë ka fjetur Enveri. Mund çfarë ka thënë Enveri? Ka lëndur kohë të gjatë. Aty Sashia aty u mlodhen e gjithë skraparit, do të mbushi gjithë sheshi aty edhe ajo Luristja Rizazerova, një popullat shumë e lëndur, shumë njerëz. Edhe mbajti para Komunitetit të Partisë, mbajti fjalimin. Sashti nuk e di çfarë sa tash si më kujtohet për këto fabrikat plastike, se sta domethënë do bëhen këpucë plastike, do bëhen këmisha, do bëhen kështu, në fabrikat e reja domethënë mendonte ai që do bëhen në Tiranë, sa gjëra kështu domethënë. Sa premtime, sa gjëra që do realizoheshin. Edhe përshëndeti popullin e skraparit, deti i kohë të gjatë ai në Çorovod? Deti një javë ka detur. Një javë? Një javë, po. Çfarë thua? Ka ndonjë javë? Një javë ka detur. Enveri, ë? Ishin 79 nëntori, kështu ka qenë. Po pse në një javë? Kur rrinë Enveri një javë në një Po kishte ai ato mbrapa edhe ata, domethënë shërbimet i kishte sera mbrapa. Ama një javë Çorovoda pas ka qenë kështu, ë? Po, jo më lirë, nuk kishte probleme fare. Nuk kishte probleme fare në popullat, ishin të lirë të gjithë, lëvisin vendin, nuk kishte